Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, qytetarët e Elbasanës shprehin pakënaqësi për pensionet e ulta dhe pagat e pamjaftueshme që ofrohen për të rinjt sot. Sipas tyre, kjo është arsyeja kryesore pse këta të fundit e shohin të ardhmen e vendit. Unë kam punu në bazët shumë, kam punu teknologjik për punim Bulemetit. Çfarë pensioni? Ky është Shqipërisë më? Ky është Shqipërisë? Po ky nuk del i ditë. Po kaq sa marr unë 97 euro është 2 ditë. Kështu që kushdo që flet që do realizohet pensioni, do ngrihet, do bëhet, nuk bëhen ato gjëra, aq lehtë. Të shumta janë 90% e mashtrimit, punojnë punëtorë këtu, marrin 300 euro në muaj. Vendi më i korruptuar. Jo, jashtë. Po ka fëmijë që kanë ndërtimet e veta. Janë të martuar me fëmijë me grua dhe thotë pleq, mirë pafshim. Nga halli që si ma veni, po s'ka gjë. Jo. Mendimi jonë kështu, që ka një drejtësi e re, të hapet çik punë. Kaq. 40. Të marri 30.000 lekë në aja sa është e gjanë. Din ditët më të bukura, ma me lekë, ndërtimin, pensioneve, pagave, gjitha. Po them që do hapen dhe në punë edhe do stabilizohet edhe rinia. Unë kom punu në minjerë, dollorin, kone e nderit. Së është, e mjaftueshme. Gjithë jetë punëtor kemi qenë. Po që për pension që kemi vujt na, sa kemi punu na, as gjysma nuk i vlen. Pensionet duhet jenë qikë më të ngejtme. I qikë punët duhet jetë me hapër, se pagat që ku marrin ta, që ka majnë punëtojnë, marrin me pak të ullit, 20.000 lekë, thot 15.000 lekë, apo 10.000 lekë e poshtë. Që di dalin punëtojnë me këta çmime që janë? Edhe po shumë jam pensionist, njëta një 12 vjetë metodologji, sa rrita kalamajt se kam ja 7-8 kalamaj. E ne me u bos, ku dola pensiona si 120 nuk ka dalë rroga. Në rinjë, sot duhet të ndryshoj një fjalë, se dej me mjaftim i vujtë.